pasuria shpirtërore, me qenë shpirt i pasur. Nuk e kam fjallën i pastër sot, po i pasur. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu në Kurani Kerim, suratul Kahf, në gjuzin 15, thot Bismillahirrahmanirrahim, el-malu wal-banun zinatul hajatit dunya. Pasuria edhe fëmijët, pasuria dhe evladët janë stoli e kësaj bote, janë bukuri e kësaj jete. Pra çdo njeri i cili është i njoftuar, çdo njeri i cili është i informuar prap, është i informuar këtë se Islami li prej njeriu të antar tjetë fukara, tjetë i varfër. Këto njerëz duhet ta zhdukin prej mendjes edhe zemrës këtë besim, për shkak se ki besim kështu në Islam bazë nuk ka. Islami na don pasanik, Islami na don të pastër edhe të pasur. Islami li prej neve që ta posedojmë materien komplet që ka falë Allahu Jalla Jalaluhu ta dhem shërbimin tonë. Edhe është me do në shmëri që çdo gjë që i ka kriju Allahu Jalla Jalaluhu duke u nis prej ative që janë më larg, edhe ative që në rrethojnë, edhe në shoqërojnë nga të kam fjallën për materien, tash të nënshtrojmë, të punojmë as i punë që ajo të nënshtrohet shërbimit tonë. Duke u nis thash prej larg edhe afër. Disa shembuj do t'i caki prej gjonave që janë larg prej nesh, e disa gjona që në rrethojnë. Allahu Jalla Jalaluhu ka thonë në Kurani Kerim, wash-shamsa wal-qamar, diellin edhe hanën, njënin për njënin ka thonë është dritë dhënës, wa ja'alna ash-shamsa siraja, e kam bërë diellin dritë dhënës, kurse hanën ka thonë wal-qamara nura, e kam bërë hanën dritë bartës. Kështu pra, diellin e kam bërë në Kurani Kerim ka thonë dritë dhënës, kurse hanën e kam kriju objekt, element dritë bartës, do me thonë s'ka dritë vetën. Edhe njënin, edhe për njënin, edhe për qëtërën ka thonë Kurani Kerim, was-sakharnaha, une i kam bërë me nështruar për ju, do të thonë që shërbejnë juve. Çka kam kriju në hapsin nalt, wan-nujuma musakharat, edhe yt nalt që i kam kriju me ju shërbi juve, e çfarë shërbimi unë për e ceki, vetëm një prej shërbimeve, ka thonë obin najmihum yahtadun, në përmet ive u orientoni. Në përmet ive u orientoni. Do të thonë shërbimin e juve janë. Kush ka në realitet këto ili më i madh në këtë botë? Ili më i madh në këtë botë ka në njeriu. Më i madh il, edhe më i madh planet në këtë tokë, më i madh planet në këtë hapësin është njeriu, ai rast të cilit sillet çdo gjë që Allahu Jalla Jalaluhu shërbimin për shërbimin e tij e ka kriju. Pra ai është më i madh. Kan thonë dietarët se një planet prej planetave në hapësirë është aq e madhe, dietarët e lëndës astronomisë 8000 vjet për një herë sellet rreth 10 vetiut. Në krahasim me tokën 24 orë. 8000 vjet për një herë sellet rreth 10 vetiut. Sa kjo gjë është e madhe? Njeriu është më i madh. Njeriu është planet edhe më e madhe, për shkak se që ajo planet këtij që bën. Prej gjanave që në rrethojnë, elementi i gazave dhe arit, krediumi, oksigjeni, është 21% hapësin. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu e ka vunë shërbim njeriut. E ka vunë shërbimin e njeriut me shfrytzu mirë, mësi ta shfrytzojsh me thonë elhamdulillah. Lumejt edhe kodrat edhe malet edhe viset, rafshnaltet edhe rafshet, liqejt edhe detnat, burimet, Allahu Jalla Jalaluhu i ka bon këtë botë me i shfrytzu ti edhe unë zbashku, pra ja ka nënshtru njeriut. Allahu Jalla Jalaluhu në Kurani Kerim për ujmet ka thonë, na javë kemi nda ujnat juve me drejtësi, kështu ka thonë Kurani Kerim, javë kemi nda ujnat juve me drejtësi. Si na ka nda Allahu Jalla Jalaluhu ujnat me drejtësi? Qish na ka nda? Kejve njerëzve ka një bunor në dhoma, jo mutlak. Kejve njerëzve ka një nil në përubora, nas një mënirë. Si që në qëtet ka një Mississippi, në gjdo bërë ka një Amazon, kështu s'ka në botë, po ka dishka qëtër. A thonë Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu, unë ujnat i kam bërë që të dalin kodër nëllë. E prej kodrës rrëdhin një pjesë ka njona qëtë, ka një onë, e një pjesë ka ona qëtër. I kam da ujnat me drejtësi, ka thonë. Rrëdh majën e zezë, një kru e gjimsa prej asaj shkon dërë dhe në Danub, e ndetin e zi, kurse gjimsa në gje, ndetin me zve. Kejt beta rruzullin toksor, kush e di geografien, kështu në me i të rrëdhin.
do në rrëdhin shpinë për shpine, e disa rrëdhin dal për bal. Rana dhe Danubi rrëdhin njënja mas një kodrës, njënja mas një kodrës, qëtër me një vend, një 16 apo 20 kilometra, kurse në hapsinën e shpinë për shpines, njëni derdhën detin e zi, qëtërin detin e veriut. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, ujnat i kam da me drejtësi. Për çka i kam da kështu bukur, me ju nënështru juve, të lëndroni me anijët, të lëndroni me anijët, të shërbeni vetë vetën mirë, mas mrami, më në fund çka të bani. Thuni alhamdulillahi rabbil alamin, tu këthani ka këblja. Pra, prej gjanave të cilët në rrethojnë, janë këto dhe disa qera që jetojnë me to për ditë. Kush janë ato? Allah i ka thënë Kurani Kerim, suratul Kahf, ka thonë el malu wal banun, pasuria juaj edhe evladët, pasuria juaj edhe fëmijët që keni, këto shumë ju rrethojnë, këto janë gjithë një me juve. Pse e ka cek pasurinë? Pse e ka cek pasurinë për para evladin mas? Kusha për para? Ka qenë këja donë ma shumë njëri, a evladin e do ma shumë a mollin. Njëri e donë fëmijën e vetë ma shumë se pasurinë e vetë. A i për pasurinë e për gjanin e vetë është gati kejtë botën me dhonë. Ama pasuria a cek për para evladit mas. Për çka tu? Ama i spari vend këtë dynjoa të në fiton, ama i spari fiton të në vend këtë botë. Cëllën e banë për para ti? Ma i spari vend këtë botë e rritesh, tjetër kush duhet me angazhu me babur për me qik me fitu. Pra, Allahu Gjelle Gjelalu në këtë ajet, atë shka ka vlerën më pak e ka cek për para, për ta rujt me bisedu me gjanë, atë shka vlerën e ka më të mëve. Atë shka ka vlerën më pak e ka cek për para, për të kalu ma shpejt. Kurse dhe të bisedoje për atë shka vlerën e ka më të mëve, ma nga dal pak, ma më rrjën shmëri, ma te për pak. Dhe thonë el malu, do me thonë arat zail, është materje kaluse, është materje transitive, ti kalon rrasasaj ajo rastia dhe kryet. O el banun, kurse e vladët, janë elementi zbukurus, elementi kulminativ i stolive të kësaj bote. Realitet të dijat. Disa djetar, disa njerëz që kanë vajtë në uniformën e islamit, disa njerëz vështë të sot e vajtë në uniformën e islamit, informojnë njerëzit se muslimoni duhet me qenë pak i parlangt, muslimoni duhet me qenë pak zhalavin, muslimoni duhet me qenë pak si zhalog, ai muslimoni duhet me qenë pak si kamdaf, ai muslimoni nuk i ka hije me pas gjana moderne, muslimoni nuk i takojnë gjithë këto elemente që të përdorën sot në këtë hapsin. Ati këtu ka pak se na jemi në këtë dynjo për shkurti, edhe dalim në dynjo një ditë. Jo, na jemi në këtë dynjo për shkurti. Na këtu nuk jetojnë gatë. Ashe vërtet që prej këtu dalim, po deri atë ditë qka të jemi këtu, duhet me qenë shumë sinqert. Sinqert në bankën shkollore, sinqert në sofrën e shtëpijës, sinqert në rrugë, sinqert në fabrikë, sinqert në universitet, sinqert në bankat shkollës, sinqert pranë drasës zezë, sinqert pranë profesorit që në mëson. Në të gjitha fushat sinqert, kur dojt në nëzirën, si dojt në lonë për gjithë morë këtu sapun ajo në ajo, po na minutat e caktuara këtu, duhet i mi kalu me sinceritet madhë shumë, edhe material të cilë ka kriju Allah, edhe na ka me nështru, na me shfridzu, ta shfridzojmë durët e tona, për me i tregu qerve se na jemi ato i vetë mi din, na jemi, fa jona është e vetë mja fe e cila, fa jona është e vetë mja fe i vetë mi dini cili e ka bashku materin edhe besimin, kurse cilat i ka nda. Ashtë realitet i pa më hushëm. Kjo fe është e vetë mja fe e cila ka bashku në mes besimit edhe punës, mes besimit edhe materis, kurse fe qera i ka nda. I thanë një priftin në Kongo. Në mundo këtë se shtetit Kongo, po i thëjnë kohën e fundit Zair. I thanë një priftin në Kongo, do të adim telefonin të shpia. Do të avem na shteti i telefonin për shërbim. Tha jo. Pse? Tha, nuk e du. E qka ka lidhë? Telefoni jam jetë shumë i bukur. Në këtë këto koha tash. Tha jo. Ska nevoj asë që gudzoni mu afru bine për këtë punë me i në bërë. Ska me menu telefonin. E pytën e unë jarë ta, pse pra ska me menu telefonin? Tha, unë jam pa te i knaqër. Unë jam pa ta mirë. Mirë po, në bisede si për e pytën këtë prefta ka mundësi me në tregu në e në thelhin pse s'pe don telefonin të pare në slupçan për shembol për me janu telefonin një fshatarit i ka dhonë me vullnet 1500 marka Gjermane me vullnet i ka dhonë që do të ketë telefon
A janë edhe ka telefon. Bile mundet me thola i largë me telefon në fund ka tunit pa asë një problem hiq. Aq që e ka modern. Bile hala mës të bojmë në kësan një metrin, mës të bojmë kofërt Allahu Gjelle Gjelalu, bile pinë s'lip qanë në rizare mundet me fol. Pa asë një problem me të partën. E po shka janë 1500 mark me fol ti në fund ka tunit pinë krej ka tunit, kur gjos janë? Ato halkin në dhëmë me dhatë pinë këtë dhëmë në dhëmë, ku dalin ma gjipës në japi 1500 mark e kur gjos po bojë, gjose ti në fund ka tunit 1500 mark, kur gjos janë? Tha, unë do t'ju të regoj i tasht, rënjësisht për shka unë se du telefonin. Rënjësisht. Tha, se ki telefoni nuk ka për fejnë tonë. Nuk ka është për fejnë tonë. Feja që kam, edhe kim jetë nuk kombinohë. Feja që kam, edhe kim jetë nuk kombinohë. Kësa i shka i thot islami? Rahbanije, i thot rabanlëk islami kësaj. Në islam rahbanije mos ka. Në islam rabanlëk s'ka, në islam shka ka? Ka din, besim edhe shkencë. Ka besim edhe shkencë, ka besim edhe dituri. Islami tha o njëherë për e thamë, ashtë feja e vetë me cila i ka kombinu të dhjetë. Ka thonë, shfritzoje këpucën e bukur, shfritzoje telefonin, shfritzoje faksin, shfritzoje televizorin, ama shfritzoje televizorin. Jo trenojnë me te, se ajo me nuk ka shfritzim. Tha një hoxhë në Damas. Tha një hoxhë në Damas në kohën teme, kur kam studiu në vitët 75-80, me një gjami prej gjamiave. Tha televizori, gjemoti ndarë që ma është haram. Kështu tha, televizori është haram. Gjo normale zebanite i qimetit e kapën edhe qunë. Në dhomat e vete edhe pytën pse është televizori haram. Pse është televizori haram? Tha televizori është haram në qafë teme. Po mirë tha, ki argumente shkencore shka ta mbrojnë këtë haramin edhe halalin. Tha po, tha qëfare janë tha, në qafë teme. Këtë argument shkencore kish pas se televizori është haram. Në qafteme, gjemotin ndëruar, në qafton as halal s'ka, as haram s'ka. Në qafton s'ka as halal, as haram. Këtë halalët janë qafën e shariatit halal, të gjitha haramët janë qafën e shariatit haram. E njoni për juve me siguria po hazër me vesh, të mira i hoxha qështu kishtojnë, ti shka thu pra. Na thojmë shka thot feja islame. Feja islame është me menqër se unë dhe i hoxha në Damas. A e shka thot? A e thot për shembol një brisk i cili prej juve e ban gjepin e vetë, me hongër mëlla, me hongër darda, me ba pun me ta, me prej bukën. Ala me ba në gjapa haram. Ala po. E me zonë zëmëm një cilët me qatë brish një vesh me ja prej shka u po brisk ishti? Pra të përdorimi kana, qishe përdorim në një gjohë. Kerrat me të cilët vëzitëm i me, halal janë haram, halal janë, e me shkel një njëri me qëllim shka është ajo. Pra harama, shishen me të cilën pi mujnë në sofër kërë hambuk, halala haram, halala, e me qita si senin ta shka është pra, shka u bo? U bo haram pra, në regull, televizori si mjet, a halala haram, jo, a i si mjet, jo që është halal, pa është mjet shumë i përsosën, është mjet shumë i bukër për zhvillimin e njeriut. Po me qitë në ta, së kur shishe, që si shka po qesim na, shka është pra, shka u bo. A si kuti jemi të full tash pra, a si njeri mrena dhe përdorimi i ti, si kuti, edhe si mjet teknologjik, a shumë mjet i bukër i kësaj bote, a është prej pasunive të kësaj bote, ama 24 orë muzik, 24 orë kur gjohiq në ta, 24, shka ta mërë menja gjemot, njënë për juve i smut. Ka shku të mjeku dhe mjeku pas anamnezës, ma i sparive në anamneza, diagnoza, terapia, kështu janë lenët pra. Mas anamnezës e ka diagnostifiku, e ka bo diagnozën. Për terapi i ka thonë, ti duesh me i pi do hapa, e ka në emnin, për shembol, e ka në emnin, dohanomicin. Kështu e ka në emnin, që to duesh me i pi? Thot, për shka të bojnë këto? Këto të nëtojnë. Qështë me thotë? Këto të nëtojnë. Se kanë shumë fritë. Edhe ja ka njësë ki me pi hapa, në kësha ma unë tutë, nesër këto 3 i ka pi. Një mot ka vazhdu me pi hapa, veç shka unë tojnë. Gjemot për ndërë të Allah të kërës. Ku shkon që ki njeri? Kuat të shku? E po mirë, pra. Ki televizori cili? Kur gjazë din ta me qitë mrena, veç shka të shprazë,
veç ka ta zbraz moralin, ta zbraz besimin, ta zbraz ngritjen, ta zbraz arsimin, ta merë kohën, kejt ti merë veç vend të tuntu, për dit hek dishka pi barkit, ma i sbrami ku të qetë ki. Pra, telefoni, ka në halal prej halalëve të kësaj bote, e me mor njoni prej neve në mesnat, si pas edukatës ra moderne tash, me mor mas mesnate, e me njët telefonin me esha njonin të flet, ma i spari me aqit gjumin, tëne me esha njonin. A telefoni ka faja, ta telefongjia ka kalu prej radhave njerëzve në radhat e nën kafshve. Kush i ka faja këtu? Ja, faja si ka. Mjetet si mjete, Allahu Gjelle Gjelani u ka dasht. Dëshira ati ka qenë që ato mjetet ekzistojnë bot, ka thonë elmanu wal banuna zinatul haya. Pasurit të cilët i sundon, apo i kontrolon, apo i ndërton materia, janë stolije kësaj bote. Çka do të thot ti xhamatin dashëm sa të kishe faks të shtëpia? Çka do të thot athu? Për plecët çka nuk e dinë çka është faksi, faksi është një paqet i cili ka një trashak mrena edhe lan knisa me ta. A për trit, faksi janë qëtër sen. Për trit faksi është një alet i mirë, një sandëk i bukur, i numë tavolin, i kapën në rim, edhe ka një birë të vëgël të hol, pak me gjonë se letra shka shkryjë në maqin. Ja shkryjë e njëri një selam. Në vend se një folë në telefon, ja shtinat fa maqine, veç i truse ato fa sustra, a njëri në Australi i merë fjallë të shkryuara, qish i kam shkryune, me një qëtër letër, edhe kjo letër mu e mjetë. Që këtë letër me dersit mu me shtin faks, me ja që njëri një delhi, një shoqit tem, që shtu e merë, qish e kam unë në tavolin për një 2 sekunda, edhe e lezëm që këtë dersin e sotit, edhe kjo letër më ka met mu e prap. Pra, shka ta merë menja si të nuk i leve në përshpia me pas një qësi. A halal dhe shë harama? Jo halal i mava kjo. Po me morë me abo njoni një të shame, një në musës lëk, në ta e kur ta mora e me qep. A i majsë pari për shklona gjëllon, piu, ha, faks për dika. Kur dale, numri 7, edhe me nëta nena. Kush i ka fajet? Kush i ka fajet? Fajet modernizimi, modernizimi, i smundjeve shpirtrori, nivelli i ngritur i mentalitetit, nivelli i ngritur i mentalitetit kalp njërzis. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu, neve njëherë për gjithmonë, në e bëft mundur me ditë se ato gjana të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu që një 1400 ka thonë, wa yakhluqu ma la ta'lamun, në kohën e sahabëve, kur prasbrit Kurani Kerimi i ka thonë atyre dhe neve, edhe për neve vazhdon, do të krijohen gjana të cilët ju nuk i dini. Do të ndërtohen gjana ma vonë për të cilët ju haber nuk keni. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Do të krijohen, do të ndërtohen gjana shka ju për të sot nuk dini kur gjo. Na për qito tonat sot dim, po nesër do të ndërtohen gjana për të cilët na sot as gjas dim. Ku e diune? Një alimi i madh, jo musliman, Amerikan, shefi akademive shkencore, pensioner, mundu këtë se hala gjalla, 97 veti ka. Chris Morrison e ka im, ne ka shkrujt një liber a ilmu jedu një liman, shkenca fret në besim. Ashtë fat, i jonë që shkenca do të nashtis pa i fret në besim, interesant. Me shka miresh, me shkenc. E po që shiki e halën në gjeret pun këton. Ati hoxo, ka dalë një are. Kjo pun, ka ren këto. Këtu ka ren, e kur pra, a i reni kur dhe të vene, a ke mundësi me kalzu. Një herë edhe pak të këshirmi, që të frima, që të rrima, kur të nalët, u mirë kjo kur të nalët të në më bëgë keqë burë, kur të nalët, të apë kur të nalët rrima. Kur të nalët rrima, a fare sa në regull, a fare ma defekt, qunë kam sa ashtë rrima, qunë kam sa ke rrim, o burë, qunë kam sa ke rrim. O lami jemi dashur, o musliman inderuar, o djaliri ngritur, o ti që na, tu keni vunë shërbim për Allah, një herë për gjithmonë ta kishe me dije, se darwinizmi, edhe materializmi ati në mënyrën e spjegimit ai që ka spjegu, ta kishe për gjithmonë qartë, se ajo nuk ishte shkencë. Ajo baza në shkencë nuk i kishte, as nuk i ka sot, pa ajo i kishte baza në fe. Darwinizmi komplet baza në fe i ka, nuk i ka në shkencë. Qishtë, ka u bashti, ka dull kjo. Darwinizmi ka fjallat bazat në fe, po? A i shka të ka thonë ti se njëri o api majmunit, nuk ka folë shkenstarisht, a i ka folë fetarisht. A i shka të ka mësu se njëri o ashti majmunit, a i nuk ka folë shkenstarisht, a i ka folë fetarisht.
Çka ka dash me të bëj pra? Ka dash me nxjerr prej besimit vërtet në besimin e vërtet. Ka dash me nxjerr prej besimit në çik në besim. Ki qëllim ka qenë. Ki qëllim ka qenë. Para çka ki tham një vllau prej vllaznive, masi po e mbren këtë tezën darwiniste, se njeriu prej majmunit, ana lejon me ta bëni pyetja më shumë thjesht. Pyetja të cilën e kuptojnë të gjithë. Tha po. Pas unë kam baba demi. Unë kam baba demi. Ka ke ti bab? Unë kremor që e kam ademin bab. Ka ke bab ti pra? A pranon shimpanzën për bab? Jo. Gorillën e pranon për bab. Atë megalomani në New York shajnë për më ndërtesa. Jo. E që ta është dhëmë të pitë, halat kam pitë pra. E kishin vendos me një vend në Hag. E kanë vendos Wright Patterson me një bazë aerore në Amerikë, në Jakupin, me e këthi të mas pika ka ardhë. Janë mledhë njerëz. Ama edhe ti e me të këthi të mas pika ka ardhë. Të dive, e mua më këthajnë pra të baba janë, të babën të janë të baba janë, me rejmë që shtu të mas, kumë qojnë mua? Shka dalë unë e majsë mrami a gje? Majsë mrami, të mrapa, dalë unë e ade. Por i zatë zotit për pisë, shka del ti majsë mrami kur qojnë ti e të mas? Majsë mrami, shka del ti? Majsë mrami del ti, majmun, në kopshtin zoologjik në Shkup. A pranon, a ki qef? Jo. Pse po i mësën qerë ta qka s'ki qef vetë, pro? Pse po i dhu qerë dhe ashe vërtet që atë qka s'ki qef vetë me të bo? A duhet më tepër? Për të menqurin më tepër nuk duhet. Për të fresktin më tepër nuk duhet. Hasni pak të para deri sa kemi gjë. Nuk ishin këto bisedat e fundit ndoshta ngusht lidhur me temën tonë, mirë po tema i përfshin gjona, tash përfshin se gjithmonë. Na jemi te hadithi i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të cilin po e cekim s'pari herë në këtë ders, ka thënë lejse l-ghina an kasratil gharad, walakin l-ghina ghina an-nafs. Në Islam nuk është pasuri të keshe materie kushu di se sa, po pasuria është më së pari të kishe të pasur shpirtin, të jesh të shpirtnisht i pasur. Që është shpirtnisht i pasur do të thot të keshe besimin e sakt, të keshe besimin e vërtet me vete, a do të thot se je shpirtnisht i pasur. Ata njerëz që kanë shpirtin me boshlëqe, ata njerëz që nuk vajnë besimin islam shpirt, ndoshta kanë materie boll, element kësaj bote ndërtues, por mrenas janë kënaqur. Ata shumë herë kanë definu veten se s'jemi mirë. Ato kur kanë kalu në islam kanë bërë dhe shkrime, kanë dhënë dhe shënimet e veta, i kanë dhënë gojëdhonat e veta. Ka thonë që tash e kam gjetë vetën. Kështu kanë thonë shumica e ative. Që tash e kam gjetë vetën. Deri tash kam pas problem me vetë vetën. Nuk kam qenë vetën mrena. Do thotë kam pas boshllëk. Boshllëk, zbrasin, është njeriu i zbrazët është atëherë kur besim nuk ka. Kur besim nuk ka. Nuk mundet me formu kushte me i besu tjerët. Dhe lejse l-ghina an kasratil gharad. Nuk është i pasur në këtë botë ai shka ka pasuri shumë. I pasur në këtë botë është ai shka shpirtnisht është i pasur. Idha nadhara ahadukum falyanzur ila man huwa asfala minhu fala yanzur ila man huwa fawqa. Në qovë se dëni me jetu të qetë në këtë botë, kur mos shiqoni të ai shka ka ma shumë se ju? Kur nuk është mëse shiqoni atë shka mbi ju? Gjithmonë shiqoni atë shka nën ju, ai shka ka ma pak për ju. Atë shiqoni gjithmonë, jetoni qetë, jetoni knaqur. Si të bajsh me shiqu gjithmonë sa ka kushia jetë ma shumë se ti. Ke ngel me një hendek për të cilit është vështirë me dalë. Po për me jetu i knaqur, dush me jetu atë shka ka ma pak, me shiqu atë shka ka ma pak se ti. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Ka thonë Rasulullah a.s. Shiqoni të ai shka ka ma pak se ju. Shiqoni ai shka me grada ma pak se ju. Si ta kishe ditis shkollën e mesme. Si ta kishe kri shkollën e mesme, për me qeni qetë, thuj ti, shka bana thuaj me shkollë fillore, sa di aj? A janë gjenë që më të keqe se unë jam më mirë se aj. Jetoni qetë edhe vazhdo rrugën për petë. Fa hua ajdaru an la të zderi ni'mat Allahi alejkum. Si ta shiqoni atë shka ka ma pak, ni'metet e Allahu Gjelle Zelaluhu është ma fërmenës nësë me i darë për i dore. Unzuru ila man huwa asfala minkum fi dunya wa man huwa ila man huwa fawqakum fi din. Si të dëni me jetu të qetë, gjithmonë shiqoni për punë të dunjohës atë shka ka ma pak se ju, për punë të ahiretit atë shka ka ma shumë se ju.
Si të kishe një Fiat kërë të shpia, kur ta vëzitesh ata, mos e këshira çka ka Lamborghini, a gjë se drasësh në tlep. Po këshira çka ka fiq. Thuj ki unë më mirë se ki. Thuj elhamdulillah që unë jam më mirë se ki. Si të kishe ti kaput, mos e këshira çka i ka 12 kaputa që i ka allët. Po shiqa çka ato vesh dimnit. Thuj ki unë jam më mirë se ki. Elhamdulillah, jetoni qetë, jetoni knoqur. Kështu për punë të dunjos. Për punë të ahiratit, gjithmonë për punë të fatare, gjithmonë atë shka më mirë se ti. Kje ka pëjtis fakultetin, Kje ka pëjtis fakultetin e kimijës, unë kam me vetëm me shkollë të mesme. S'jam pranë rregull, kja punë të fatare. Me sos fakultetin e kimijës a punë të fatare. Le imanet i ato laikat, neve shkana e kam darë simin, ka thonë që kjo kimija, fizika, matematika, biologia, medicina, këto janë lanë dunjohë këto. E të ahiratit pra cëllët janë, tefsiri, hadisi, khutabja, këto janë landa here, fokhi, jurisprudenca islame, këto lanë të asaj dunjohë. E unë po të pis pra si gjemo, edhe unë si hoxhi gjamiës, po të pis ti gjaliri kështu pra, Kurani Kerimi, a lanë dunjohë është, a lanë dahireti. Kurani e përmbar mrena tefsirin e hadisin e ketë, a lanë dunjohë sa ahireti ta? Kurani Kerimi a landa dunjohës, me paskone ahiretit a kishlonë Allah me shku klasa parë, kur shkojmë gjennet a gje, ju qitojnë i klasa parë, ju qitojnë i klasa tret, e ish me a gjenë gjennet, në dhe më në arë bashkë me registru në shkollë. Me shku të një një gjennetit, me i blej kejt materialin e shkollimit a gje, edhe me arë dhe me në dhonë si në gjennet, njoni mësën hadis, njoni tefsir, njoni faktikisht kimia mshelet, fizika mshelet, se kjo dunjohë mshel, mo, s'ka medicin, s'ka veç Kurani, jo burra, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu, pse drasës zezë dhe mësusit, i pat hu prejni kejt, mësimit edhe shkencave egzakte dhe jo egzakte këdun, e patën hu filën, e ka zbrit këtë Kurani Kerim, në të cilin e ka zbrit tefsirin, e ka zbrit me ta hadisin, edhe e ka zbrit kimien, e ka zbrit matematikën, e ka zbrit fizikën, e ka zbrit biologjien, e ka zbrit geografien, të gjitha janë mrena, kja është libri i kësaj bote. Ki ka nuk bazat e arsimin këtë botë. Pa këtë liber nuk ka arsim as sot zatën. Ta kemi nërmen. Allahu Jalla Jalalu për matematikën Kurani Kerim ka thonë Jes'eluneka anil ahilla Kul hiya mawaqitun linnasi wal hajj. Dhasin tije për anën. Thuj se me këta e dini kohën edhe e dini hajjin. Sa ka thonë në ajetin qëtër li ta'lemu adad as-sinina wal hisab. Në përmet rëtullimit këti elementi qiellor me ditë matematikën, pra në Kurani Kerim. Allahu për kimijën Kurani Kerim ka thonë, shka nuk e ka thonë asë një shkencëtar deri sot hala, po do ta thonë nesër me siguri. Në aspektin e kimijës, e ka thonë Kurani Kerim atë shka asë një shkencëtar nuk e ka thonë deri sot, po do ta thonë nesër, 100% veç, për ato është herët. Për shkak se feja, është para shkencës me miliona kilometra, është me miliona kilometra para shkencës, me qenë se njerëz dhe dim të kundër të në thoi shkenca, është para fejes. Kur thoi shkenca para fejes, shumë gabojnë, se thoi shkenca të i morin men fetarët. Shkenca ka shku largë, fetarët kanë met mas. Pra, feja dhe fetarët janë veç a veç, shkenca dhe shkencëtarët janë veç a veç. Shka thot shkenca për në vorra? Ka azab ajo që kitë kushin që të da qënë të vorra të thot, e pisin vorra se pisin, shka thot shkenca? Sa duhet me prit tërit në kalzojnë se, për pëtëshin. Edhe sa duhet me prit? Pra, gjo normale, sa e këtë puni ka bitis moti. Shkenca hala sa është gati me thonë se do të njallë mi nesër. Hala se ka morë këtë drejtim, sa e këtë puni ka kri moti. Kush ka? Thasë sa i përket aspektit kimijës, Kurani Kerimi në dy fjale ka bitis. Dhe thënë, idhe l'biharu fujjirat. Detnat shëndrohen një ditë në zjarë. Detnat shëndrohen një ditë në zjarë. Këta kimia e vërteton, ama kimisat se kanë vërtetu hala. Alonda ja vërteton këta se kjo është e vërtet. Kimisat se kanë folë fjale me jatë. Halas janë fut në deti, me siguri. Uj shkash, hidrogen, dioksigen, njoni qka ban kreative, njoni djegë, qëtëri qka ban, qëtëri ndimon mu gjegë, a u kri pra, në shtytje në dur, u i ka në hazën zjarë mrena, po u kri pra, që kaq? Këta ka thonë Kurani Kerimi që 14 shekuj. Wa idhe l'biharu, fujjirat, a ditë kur dhe të bëhat ditë fundit, a ditë që bëhat fundin kur ta ketë prej shtytjes edhe sulmeve, objekteve që e lorin janë i qëtët detnët dhe të shëndrojnë zjarë.
Kimia ku ka në Kurani Kerim? Geografia, Allahu Kurani Kerim ka thonë Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Kahf. A ka mundësi edhe pak me lujtë para pra një kashur. Hatta idha balaga matla shamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Thon Dhul-Karnaini ka udhëtu me ushtritë e veta deri në vend ku spu njerëzit sun punoshin prej diellit. Ku është ai vend? A ja s'ka setre, s'ka shtëpi, s'ka kumë këto gjëra janë. Po nuk vën nata 6 muaj. Pra teri ku pas ka udhëtu deri në polët e jugut, në polin e jugut të veriut. I pas ka okupu këtë gjëra. A pas ka gjeografi në Kurani Kerim? Shumë normale dhe shumë pika të shkurta bile. A ka medicina thonë Kurani Kerim që ka medicina na ka met merak se kejta gjepi i kimi nasit. Sa herë ta përmenim shkencë medicina ima. Mëne, është realitet medicina ndoshta imam i shkencave. S'ka problem. Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim, në Suratul Kahf, ne ka spjegu shumë qartë dhe shkurt një çështje shumë të madhe të cilën para pak ditave medicinarët ne kanë zbulu, kanë thonë se njeriu i cili është në pavet dije. Po i thojnë alivanosje, a avanu alia. Në momentet, në ditat, në datat, në momentet kur rrina në spital, edhe është i pavet dishëm një kohë prej kohëve, një muja, 2 dita, 5 dita, 3 orë, duhet me pas kujdestarin në spital për me rotullu mos paralizohet. Është e vërtet kjo? Medicin? Kjo është e vërtet, pi vërtetave të pa më hushme. Kujdestari për mos me u pengu organizmi ati duhet me rotullu. 6 orë në këtë krah, 6 orë në krajin qëtër. Pse? Është i volum në lëvizjet e veta, me dëshirën e vetë. Pra qërë duhet me lëviz, mos t'i ndodhe dhe njësen në lidhe me sistemin e gjakut. Në regu. Kur a zbulu kjo parnat a zbulu? Të më falë, nuk e kam për qëllim parnat, po unë i thom parnat për nga të kam qëllim. Kurani Kerimi qëllimi e 400 në Suratul Kahf ka thonë Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal. Un ka thonë Allahu Jalla Jalalu, ato çunat të cilët ikën prej mretit Dokjanos të Greqisë së vjetër, i cili ishte mret shumë zullumçar. E vritte edhe shkatron të çdo gjallë i cili bante besimin islam me vete, një grup çuna ikën edhe i vuna në gjumë shpell, deri sa të shkojë mreti me gjithë periudhën e vet, sa fletën shpell ato faktikisht. Falabithu fihi kahfin 300 zinina wazdadu 9. Dhe kanë fletë në shpell 300 vet plus 9. 309 vet. 309 vet a ban pa nevrit atu. Allahu tha wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal. Unë i kam përcjell prej kraut shmajt në kraun e gjathë. Unë i kam livrit prej kraun e gjathë në kraun e shmajt mos paralizohen. Kjo është ka uzbënu parnate dhe kjo sa kanë mes një qetrit. Që ati dikun një 2.000 vetë para për nga merit ton, edhe 2.000 i keton para 4.000 vetë dhe të biseda, fejna ka kalzu. Kanë bo mua abet me një spital prej spitaleve të universiteteve bashkohore sot. A koci për para, a mishi. Njeri ure kam për qëllim. A koci ashtë për para, a mishi. Tu e ditë se mishi pa koc. Shka ta mërë me një me ta e koci, na më nërrim ko. E mishi me ta e veç me koc. E pra, cëllë për para pra, a mishi a koci. Ajde unë në tonë që ti një 40 vetë i më riqojnë, ma 50 vetë shkence dhe materje, hargjojnë para ta asap, me shprami t'i kalzojnë botës. E zbulum në shkencëtarët, se kush ish për para. Kurani Kerimi në 2 fjalë këtë punë ka sjaru. Pse ka lodhë kokën këtë? As ban të mira për shkurtja, ka thonë, fa kasawna l'idhama lahma, i kam mështel eshtrat me mish. Kush janë për para? I kam, koci. I kam mështel eshtrat me mish, ka thonë, fa kasawna l'idhama lahma. A i burë që e ka lëshu dhruën kësaj i banë gjem. Ashtë me ti. A dhe për të bëllë të gjema mushë shpinë me qika, kisha ka në gjalloga njëre. A dhe ati, una ka të qika të dibaja. E ki dasa, ki herifi, ki moshkulli, ki menqëri, ki muslimoni, ki teknikologi, ki zbulusi i riki. A da me gruën. Gruja shumë qika i ka bo. Të ne e ka morë një qeter. Se e para ja ka bo 6 qika, shti e ka morë një qeter, ka shkua jo. Me këtë qeterën i ka bo 8. Edhe ditën e ka lishu sa qika u banë, këtë 14 apo. Me 3 burra i ka bo 9 qika. Mas 9 qikave, pe lutë ka Allah unë gjëllë në gjëllë unë jarë. O Allah i jam,
mas non qikave, 4 mujtë e ullot, 23 qika. O Allah, më kështu. Tore, mas 9 mujve, 2 qika binoke. Se më kështu dhe, ndrishe, apo? 2 qika binoke. Ki me enqëri. Allah, kishka, cëllën kun sa të e bitë ki, shka të i mungu këti. Këti ja të i mungu me shkullë në universitetin Kirill dhe Metodin Shkup, me vetë a gjë se shkenca e di këtë punë shumë mirë, me vetë a gjë se pëndonë kjo, kur ka shku ka vetë i kam thonë, po ti ka pas vetë harët me arë me vetë, ti pa e botë të lashe, këtë punë nuk e vendosë gruja, ti jaj. Nuk e vendosë, ti e të vonë qika, jo gruja. Ti e rola e za qika gjallë, gruja asë një në rol nuk e lunë. Gruja qisha, gruja asë i toka, tja, shka ki mielë si vetë, praza po, e shka pu ki qef me të dalë. Shka pu me të dalë, gjushia? Ti e i zëtjarës, ti mielë lakën, edhe ti mielë gëstan. Apo do të gëstani peshk me dalë për pet me dega? Au be shkenca be sa mirë, po de, shkenca është shumë mirë, shkenca gjëmotin dërshëm është nëna jonë. Ajo në mësën neve shumë gjona, po nëmë kur si gjamië atë që shka e spjegojt, nuk është sulmi shkencave, po është për kraje shumë e fuqishme e shkencave, po na thojmë gjëmotit, bini për shkurti, mos në lovni, që kete kemi na, bini për shkurti. Në suratul Qiyama, në Kurani Kerim, në gjuzin 29, Allahu Gjelle Zelalu ka thonë në ajetën e parafundit, në këtë surë, edhe njërë për cekin suratul Qiyama, në gjuzin 29 në Kurani Kerim, në ajetën e parafundit, وَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Prej tije kemi kriju femën edhe moshkull, jo prej asaj. Prej tije aj femën edhe moshkull, jo, ata leja, ajo 80 qika me t'i bo, ajo këtë në regull. Ska problem, heq, ajo, agje sa problemi. Si t'jet problem, sa problem heq, po si t'jet problem të tja. Pra, ajo shka na i them shkenc, edhe ajo shka në këtë kitabin e Allahu Gjelle Gjelalu, shka janë ato? Ato janë të dhijat një pëmë burat ndëruar, ato janë të dhijat një kopsh të burat ndëruar, ato janë të dhijat një flit o burat ndëruar, ato janë të dhijat një shtil o burat ndëruar, e për shkurti ato nuk janë di, pa ato janë nja, na i kanë danë miqët, na i kanë danë njerëzët të cilë nuk e dojnë të miren, e kanë qitë hoxën prej shkollës, se me shku të shkolla ja mësën ndoshtë abdesin, a kjo se ka venin. Me shku të shkolla ndoshtë ja mësën të imumin, kjo nuk e ka renin. Me shku të shkolla ndoshtë ja mësën guslin, kjo se ka kuvendin. E kështu me radhë, tonë për qatë kemi rrit na loj pëmë bachën tonë. Njoni thot për shembull, unë fizikën e kam. Njoni thot unë e kam tefsirin. Njoni kur të vene të dira, kush anë atë sopë? Qaj be i fizikës, aj hajtë këtë qëtërën sopë. A i qëtër dhe të kushave, hoqa dhe i gjamiës. Hajtë nga qëtërën sobë. Qështu kemi jetu, me dekada kemi jetu qështu. Me dekada kemi jetu qështu. Që kash ngrindje, kemi jetu në rëstirë me dekada. Tash, inshallah mo. Inshallah, me gjithë se halas janë zbut njerëzit. Inshallah, me izin Allahu Gjelle Zelalu njëherë. Edhe për gjithmonë mo, njëherë edhe për gjithmonë e dim, se asaj shka i thojnë dituri, i thojnë edhe në Kur'an dituri. Asaj shka i thojnë shkollë dituri edhe në Kur'an i thojnë dituri. E në kejtë vendet dituria ka e në zbotë që të sen. Me gjitha vendet kjo bot me evladet e pasurit, stoli e ka vendin. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë në Kur'an i Kerim, el manu wal banuna zinetul hajati dunja, pasuria, evladet dituria, kejtë janë stoli e kësaj bote. Mirë po, atë që du të them tash për fund këti dersit sotit, tash po e tham edhe po e krim. Allahu Gjelle Gjelaluhu kështu ka thonë, edhe kështu ashtë, por nuk ka nalë këtu. Nuk ka nalë këtu. A thonë, vel baqiyatu salihatu khairun inda rabbik. Këtu dalohemi ne edhe materialistët. Këtu dalohemi ne edhe materialistët. Deri këtu jemi kejt një palmen. A thonë, vel baqiyatu salihat. Ato që i punon të mirat e tua, ato të mira që i ki bo, me siguri se nuk i ki bo kejt për këtu. Prej tive ti që je musliman nesër ke dobi, a i që sa musliman me to ka me u dënu. Pra këtu dalohemi ne që jemi musliman edhe ato që janë musliman. Se Kurani Kerimi nuk ka nalë të stelit e kësaj bote, po ka vazhdu. Ka thonë, wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbik.
sevapët mira që i ki bo, vetëm me ato keme u pagu nesër. Të këqijat që i ki bo, vetëm me ato keme u dënu nesër. Pra mos e nal stacionin, mos e nal tramvajin para se të mërin të stacioni fundit. Mos e nal tramvajin. Laikët me e ka nal tramvajin stacionin e fundit kësaj bote. Ka thonë të vorat ashtë stacioni i fundit. Shdrit një pi tramvaja ati, edhe shdrit të nes ka me ullëtu mo. Në islam sa kështu. Të vorat stacioni i fundit i tramvajin që pas fjas tonë nuk ka. Stacioni i fundit i tramvajit tonë ashtë hirja e besimtarin gjennet nesër, hirja e kjafirin gjehennem nesër. Këtu ndalën tramvajat. Këtu ashtë fundi. E tani në gjennet me siguri se dikush ma herët, e dikush ma vonë, dikush ma nalët, e dikush ma poshtë, e ma nalët për i kejve dhjet kush, ato hafizat, ato burrat të cilët e kanë pas Kurani Kerimin për mensh, ato të cilët me atë Kuran vetër kanë bo, po e teke hadisin e po e mbili, e thonë Allah Rasulullah a.s. ju kalu li hafizil Kur'an, i thot hafizave të Kurani Kerimit ditën e kiametit, të dera e gjennetit iqra, wartaqil wartaqi kama kunte turattilu fi dunya, het edhe hip për petë edhe këdo, të ajeti i fundit e ki e vend pushimin e fundit. Het, edhe lexo si kene dhënë dunja dhe hip për petë, vendi i fundit ashtë joti të ajeti i fundit. Kur të asosësh. Pra, këto janë punë e madhe. Këtë hadis në fund që ta shëtë ka në lidhje me gëzimin tonë që e kemi në fshat, insha Allah xhamotin nderuar, nesër nisim në xhamin tonë me ndëgju hafizlekën e parë prej hafizëve të cilët janë duke u munduar që 3 vjet apo 4 me Kurani Kerim këtë xhami. Nesër insha Allah sa ati 10 kemi në xhami, deri ditën e 8 do të zgate ndëgjimi prej komisionin këtë xhami. Jemi të ftuar pra në duajën e hatmës për të cilën me siguri se sot ka mysafir për atë për e thamë, me siguri se ajo do tjetë informimi i drejt për drejt i cilës dit do të informoni, kështu e kam fjallën të më falni, hala ma drejt në gjumon e arshme, po dhe sot për e ceke për shirë të mysafirve që janë në gjami, se së shpejti, insha Allah, unë mendoj me siguri dikun që ati ka dite e dil, mas nesër një javë, do tjetë duaja e hafizit parë në gjamiën tonë, e lusim Allah unë gjëlle gjelalu hu gjëlle shalu që atë mund prej ati caroki, ta këtë bo kabul, insha Allah. Edhe lusim Allah unë gjëlle gjelalu që babave, nanave, tative, culve, që i pët ajo shka ju ka premtu prej gojës Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se ka thonë babës edhe nonës ati culli që e kanë bo hafiz, ju notë ka një tajë në krije ditën e kiametit, kejtë botën me gjitha pasurit me shit, nuk i vjen barabar me pesh. Kur të pysim pse neve, këta ka thonë pse vladit juvja keni dhonë Kurani Kerimin. Inshallah, Allahu Gjelle Gjelaluhu në ndihmon së bashku në shkollat e kësaj bote, që po i thojmë na pra shkollat kësaj bote, të gjithë jemi të përbashkët. Në ndihmon Allahu inshallah në universitetet tona, të gjithë jemi të përbashkët dhe në baraspesh të vim. Në ndihmon të Allahu Gjelle Gjelaluhu së bashku që në gjami për të mësu Kurani Kerimin, të gjithë jemi të përbashkët me pleq, e me trije, me fëmije, me nona, me baba, me vlezër. Në ndihmon të Allahu Gjelle Gjelaluhu gjithëve që arsimi tjetë për ne edhe HDO. Arsimi për njerëzien është HDO. Për pleqet HDO shka do me thonë ka kuptim në veti, për trit ka kuptim në veti. Me siguri se pleqet nuk gëzën me na kuptu HDO re ti. Kështu nuk e ka kuptimin HDR re ti, po H do të thot hidrogen, D oksigen, uj do me thonë. Arsimi është për ne uj. Uj shka do të thot kejt ka drejta me pi. Për kejt e ka kriju Allahu Gjelle Gjelalu, edhe arsimi për njerëzimin është HDO. Ashtë uj pra, ashtë hidrogen dhe oksigen, të gjithë kanë drejta barabartë, të gjithë du të apin, sigur shka e apin njone dhe qetri zoti, prej dituris mës në dartë, insha Allah. Allahu prej pasurive të ative mës në dartë, insha Allah. Allahu prej stolive të kësaj bote mës në dartë, insha Allah. Prej të mira dhe mëshirës rahmetit ditës kiametit ative mës në dartë, insha Allah. Të gjithë të smuar të shëroftë Allahu Gjelle Gjelalu. Ato që kanë vdeki me shëroftë në vorin ative, edhe ato që t'i shkojnë son të vorit Allahu Gjelle Gjelalu, prej pyetjeve trana inshallah i largon këtë natë madhe. Na jemi muj Rajab, muj e madh. Kush des në këto muj ka përparësi burra. Kush des në këto muj ka lehtësime të veçanta. Kush des natën e xumës plus këto muj të mëdha ka lehtësime të veçanta. Prej lehtësimeve shka i hipën këtyve njerëzve është mos pyetja në varr. Mos pyetja në varr prej onës ative çka pyesin. Ato në varr xhamotin nderuar nuk pyetin shumë. Nuk ka me regull ajo lista ative që ne kanë spjegu në mod për para, dvesin ka ki pas zot, dvesin ka ki pas qabet, dvesin ka ki pas kuran, dvesin ka ki pas hadis, ka ki pas imam, ka ki pas këta. Jo gjëmatin dërshëm, jo. Njerin varë nuk e pysin ka ki pas zot, për shkak se ato e din ka pas zot. Njerin nuk e rasin ka ki njoftë Allah në varë, për shkak se Allah në Kurani Kerim ka thonë, unë nuk foli për argumente.
A thonë, wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah. Ko vate Darwinin kush ka falë, thotë Allahu Gjelle Gjelalu. Vate Einsteinin kush ka falë, thotë Allahu Gjelle Gjelalu. Vate Goethen kush ka falë, thotë Allahu Gjelle Gjelalu. Ibn Khalduni këtë punë dhe më mire ka ditë. Vate Lamarck kush ka falë, thotë Allahu Gjelle Gjelalu. Merem të gjithë, edhe Marxi qashtu e din, edhe Engelsi e ka ditë qështu, të gjithë. Ska njeri këta shka se din se atëhera, jeti s'ka në regu. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah. Pra për këta në vetë, kur kush të kejtë e din që Allah ju ka kriju. Gjithë njerëzia e din që tafkovaci nuk maron njerëz. Këta kejtë e din. Allah u kriju sash, këta e din kejtë. E pa shka pysin pra në vorë. Ne e kemi ditë këtë punë shumë shtrengume. Pa i qëta shumë janë të tregu sa shumë shtrengume. Ajo të pysin për këtë. Ashtë liri, dikune që nëj. Në provin pra me amenën. Në provinë në universitarë. A ma shumë pikën në tra kjo në kolaj në kalua vësh më një venë në dve. Sëllama e vështirë. Por unë a zotë, si ti në universitet të mësu dush me lutë Allah në gjithë notën që në zdore vetëm në piqen. Po si din vetë, ka 10 nota 100. E mirë, 6 përgjigje, ti që 60 notën të adore i klas dit. Jo, në vorë vetëm një pikja, pra shumë vështirë ka në që vetëm një pikje në vorë. Shumë vështirë, kush do më vërtetu ta more librin e besimit, e ka emin Gjawarat e Tauhid. Ta shofin atë libër, se atë që ka për e folim në shariat. Kështu, pikja e parë edhe e fundit. Qka thu për atë njerin më këshka e qoj zotë? Ka qëra pikë. Qka thu ti për atë zotë njën më kë? Muslimanët, që të gjamiës ka e në këto e kanë shumë letë burra. Këto thënë Muhammadur Rasulullahu. Tamam, e kemi ditë, bërë flinë, rrasë. E kemi ditë për tije se që shtu thu. Që ka që letë do tjetë. Pra një pytje ka njëherë ka në shumë letë. Për ka një pytje atë shumë letë? Një pytje atë shumë letë për atë studentin i cilin 9 mujë s'ka fletë këtë materialin për menë që ka po. Po t'i bere, hazër, apo? Që të shka kanë të lëvijit 9 mujë. Pak koncert, pak në kafeq, pak me cigare, pak me raki, pak me top, pak me futbal, pak me loj, pak me ne, pak. Qative kur që bere një pytje. Ha, shka thu për atë zotërin në këtë shka e qoj zoti me Koran? Unë thëmë shka thojshin të tjerët. Kështu. Po shka thojshin të tjerët? Thojshin aja konë burim miraj. E do thojshin aja konë burim miraj. Do thojshin shumë i dishëm ish pas konaj. Po shumë i dishëm a konaj. Do thojshin po ka pas edhe ajtë punë të mira. Ka pas atë të mira plot. Edhe u thojshna, si ato do thojshin joma, po filozofa konaj be. Edhe u thojshna filozof. Filozofa po. Tamam. Ska njone këta me njone. Allahu Gjelle Gjelalu letë edhe këti abofësit këtë dek me imon, inshallah. Veç të janë pikjet vështira. Hadithi i dersit fundit sot, ma njësire lehu fi kabri, fa ma ba'dahu ejser. Ku i letësod në dhor, ma zvorit edhe ma letë. ومن عسر له في قبره فما بعده آثر كويرا نور نور مزغورة هذا مزار الله جل جلاله قبول الموت إن شاء الله لله الفاتحة